Me votë të fshetë, më. Qa ndodh aty për shembull? Po 98% atyre dalin domethënë për t'ia hequr, më. Belinda Balluku, ashtu si Erion Veliaj, janë dy njerëzit morë të urryer brenda Partisë Socialiste. Hiqi ata 4-5 lakejnë që ka vënë ajo me dorën e vet në qakun e fierit, gjithë pjesa tjetër e Partisë Socialiste e urren arrogancën e asaj zonje. U përfol që dhe Spiro Pali mund të ishte shkarkuar. Po pikërisht në media që mund ta ketë shkarkuar për ti. Pikërisht edhe kjo. Pikërisht po them. Dhe le ta bëj ky, më ja e sfidoj unë këtu nga kjo. Le ta ja e shtrim ky. Po, le të shkojë nesër në parlament dhe të thotë po, doni që ti hiqet imuniteti zonjës Balluku, po, votimi fshet. Dhe ke për ta parë nga 140, po nuk dolin 130 vota kundër Belinda Ballukut. Okej. Tani çfarë ka thënë kryeministri në fjalimin e tij të gjatë? Ne do ndalemi tek 3 tezat cilat unë i kam marrë për diskutim. Të lutem regjia, mu vendos pak sinkronin e parë të Ramës, ta dëgjojmë dhe rikthehemi për diskutim. Sepse në të kundërt, as do të kemi dot një gjyqësor, jo vetëm pavarur, po dhe domosdoshmërisht të paanshëm dhe profesional, po as do të kemi dot një shtet funksional. Një administratë publike e cila t'jap më të mirën e vet për performancën e shtetit, pa pasur frikë të marrë vendime, deri dhe për blerjen e letrës higjienike. Karanja, jemi në kushtet ku sot kemi një administratë të tmerruar, nga spak, siç thot kryeministri, që as letra higjienike nuk e hedhin dot firmën ata punonësit për të bërë ato tenderat e vegjël, ato prokurimet më saktë. Po, kohët e fundit kemi pasur shumë procedime penale për nenin 258. Që është? Çfarë thotë? Shkelja e barazisë në tender. Okej. Dhe duke llogarit dhe letrat higjienike, të cilat janë të domosdoshme për administratën publike. Po patjetër. Janë shumë të domosdoshme, po letra, me që kanë ngelte letra, them që ato kanë nevojë sepse nga që punojnë shumë, shkojnë dhe mbanjo më shumë. Është e vërtetë që ka një farë stepi për sa i përket këtij tender. Ose duhet rregullu procedura të jetë më e thjeshtë, por unë mendoj procedura transparente, pra të kemi transparencë në tendera, sepse sot mos bëhen tendera që s'dihen se çfarë tender, për shembull tendere sekret që në studion tuaj foli dhe Gent Progni. Po, për aq. Që nga 10 milion euro tenderi çokoladës shko 40 milion euro. Po normale duhet të kesh frikë të fimozësh 40 milion euro çokolada. Tash rasti i tij është flagrant. Po kur kemi transparencë, qoftë dhe blerjen e letrave, se letra nuk është sekret shtetëror. Letra higjienike, sapuni, kryqëzat e dhëmbëve, nëse i duan, se hajnë shumë. Prandaj këto transparenca, gjithmonë transparenca, sjell që njerëzit nuk kanë frikë, pra ja jep firmës që ta kanë. Në rast se kanë ndërhyrje, pra duhet lënë administrata të zgjidhë atë që meriton, sepse edhe kur bëhet i garë, kur deli i pari, pra e shohin gjithë, ai që doli i pari, deli i pari të marrë garën. Jo ai i fundit, siç kemi parë te tenderi i tunelit të Llogaras, doli kompania e para, u gjeti tjetër, bashkë me këtë tjetrin doli e para dy, po kjo ishte e para vetëm, pse u fut turku kot pa lidhje. Pra, domethënë këtu ne konstatojmë që ka problematika. Pra dhe ata që firmosin tender duhet i shohin mirë, t'ia japin tenderit atij që meriton. Sepse shohim një centralizim të tenderave dhe sepse pse është bërë tender, tjetashtu kot s'bëhet tender fare ardhe merr këtë e marrë punë. Pra ti s'mund ta veshësh palishmërinë nëpërmjet një tenderi për një konkurs fiktiv. Ndërsa po të bëhen publike tenderat, që ti din gjithë çfarë keq që ka tjetër dhe edhe mediat për tenderat caktuar që janë tenderat ndej. Se nuk po diskutohet se për tendera letrash. Nuk është procedurë kush për letra. Rama e mori sigurisht si krahasim, si metaforë që po kanë frikë ata si mos për letrat higjienike sepse për administratorët ndoshta edhe letrat janë të rëndësishme, por ne do kemi të tenderat ndaj që janë tendera me miliona euro duhet një transparencë. Pra për tenderat mbi 50.000 euro, mbi 30.000 euro sepse nuk janë shuma të vogla. Pra janë shuma që duhet kemi transparencë, administrata të jetë lidhe jo dali me telefon. Nga hetimet e spakut ne na rezulton që tender nuk ka tender, pra nuk ka konkurrencë. Pra pse ndodh kjo? Pse jepet një kompanie që dele dyta dhe është e provuar tashmë që tenderat nuk bëhen saktë sipas ligjit, sepse qëllimi i tenderit çfarë është garë. Është një garë që të fitojë më i miri. Gjithsesi ka fituar ai që nuk e meriton dhe kanë
dhe ka qenë loja ka qenë e shitme, si punë e një neshje shitme, që di rezultati që në fillim që do dali neshja dysh. Dhe atë që këtu është konsumu, është ke ligjit, është neni 258 i kodit penal. Ka të drejtë administrata tjetë e friksuar nga spagu? Ka drejtë se kanë shke ligjin. Ai që ka shke ligjin të ketë frikë. Kur i ke bot tenderat siç duhet, qofse një kompani e mirë ka marrë tenderin, qofse shërbimi është bërë, ne konstatojmë sot tenderat. Për shembull rasti i shëmbjes së rrugës së Elbasanit. Është shemb rruga është bërë një projekt i gabuar. Kush i ka marrë tenderat? Pra këtu spagu duhet të hetoj tenderin e projektit. Kush e ka bërë këtë projekt? Pra vetëm aty ishin 4 shkelje. E para ishte urë, në vend Turës nuk ishte urë, po ishte bërë mbushje. E dyta, zona nuk ishte bërë studimi gjeologjik. E treta, ishte një zonë që nuk mbante, dhe ata i kishin vënë mbushje, i kishin vënë pesh. E katra kanë shkatruar rrugën ekzistuese, sepse u shëm rrugë e re ratë rrugë e vjetër. E pesta kanë ngryr lumin dhe lëndën e lumit e kanë fut nej. Pra e kanë sulmu rrugën e vjetër nga 2 krahët. Kush i bën këto projekte, ai duhet ketë frikë. Pra ai duhet ketë frikë, sepse këta po të veshë edhe nga hetimet e spagut, da rezulton që edhe tenderat e projektimeve, supervizimeve dhe gjitha, ka akte korruptive. Balluku sot ka bërë një reagim dhe thotë po bëhet një punë kolosale thotë për korridorin e 8 thotë, dhe shembullore standardeve europiane, ndërkohë që 700 tenxheret politike mediatike mbytën miletin me bombat artizanale mbi segmentin prej disa qindra metrash të rrugës së vjetër, të cilën e bllokoi rrëshqitja e tokës pas një lidhje hiç zero thotë me investimin e Rimadhor thotë. Ju uroj një fundjavë të qetë dhe larg tenxhereve të qametit artificial. Tani, ne sa pa media, ne nuk do bëjmë debat publik me zonjën Balluk, por fakti ishte fakt. Rruga e re u shem, dhe ra tek rruga e vjetër. A është ky fakti, po? Rruga e re, për fat ishin afër, se po të ishin larg, do thoshim. Ura ishte e kohës Enver Hoxhës, ishte gjitha ura e modhe. Këtu s'kishte urë fare, kishin bloku projnë. Pra që këtu tregon për pavësi. Pra si të shkatron sistemin e drejtësisë këne, pra se dhe drejtësia këshu për shemet dosit po ikin, këshu shem dhe rruga. Ku është ura? Ku është s'ke urë? Pra ti urën e ke poshtë, nga do kaloj ujë poshtë. Tani ti gëzon se po bën një bypass, po ti shif, po ti ishte projekti i sakt, ti ishte bo studimi gjeologjik, rrjedha e ujit ti ishte si duhet, s'do ndodhte kjo pasoj që të bllokohet qarkullimi. Kjo lloj qarkullimi nuk ka bo vaki as në kohë turkut, as që të bllokohet rruga fare. S'ka bo vaki dhe vjen si pasoj e tenderave e nini 258, e tenderave të gabuar. Shkeles barazis. Po sepse ti ja ke dhënë tender një të paafti ose një që merret sa bën. Jo. Pra ja ka dhënë një personi që merr 2 lekë futin në xhep, e shohin në Google atë që rrugën drejt, janë këto me mbushje, sepse po shohin tash se shkenca ka ecur, bëhet me mbushje, po me mbushje bëhet rruga kur ka basament poshtë. Jo mbushje bëhet kur aty është lum. S'bëhet mbushja lum. Lumi do ur, po ura çfarë ka? Sepse na rezulton e njëjta gjë me urat. U zhduk ura këtu për shembull, tek kjo zonë këtu? Ku janë zhduk 2 ura tjera tek tuneli dhe Llogaras? Pra fenomeni i zhdukjes urave ne po na hahen urat. Pra po hahen një urë këtu po hahet një urë tjetër. Pra ne konstatojmë projekte jo transparente, të cilat janë në kundërshtim me rregullat teknik, sepse ne këta pretendojnë që ka shira. Por ne kemi studimin e Bankës Botërore, studimin e Bergit, që thotë në vitet që vinë do rriten shira sepse po kanë ndryshime klimatike. Pra ti do bësh një rrugë dhe projekti duhet të jetë në përshtatje me këto ndryshime. Nëse më përpara studimi gjeologjik zgjasë i muj, sot ta bësh 5 muj, o ta bësh siç duhet, sepse çfarë ndodhet? Sohet kët pasojë. Dhe fakti është rruga e re ka ratë rruga vjetër. Pra tregon nivelin e projektimit dhe rrugës së re. Si ishte zonjat rrugë e rit madhe vetë në vetë. Faleminderit Karanja, shpjegimi mirë, po anë ura tha Karanja, se realisht janë zhdukur ca ura. Jemi sot në kushtet, Leonard Karaj, kur do duhet që le të themi administrata të jetë të merruar nga SPAK deri në këtë pikë, ka të drejtë legjitime ta thotë këtë po themi. Qose është e vërtet kjo është një lajm super lajm. Një lajm shumë i mirë, sepse neve kemi një administratë që vetëm frika e mban. Është vetmja gjë, domethënë që e mban. Pra, nëse kjo administrata është friksuar në mënyrë të tmerrshme nga SPAK-u, ky është lajm shumë i mirë. Lajmi i keq është që nëse kjo administratë nuk firmos, atëherë do të thotë që është e paaftë.
Në Bashkinë e Tiranës u vure diçka e tillë kam përshtypjen. Jo vetëm. Jo vetëm thua. Vetëm. Pra është e paaftë, sepse ti ke marrë përsipër të bësh një detyrë, atë të nënpunësit, dhe nënpunësi normalisht do jetë njësi prokurimi ose KVO, Komision Vlerësimi i Ofertave, dhe ti do bësh detyrën tënde, punën tënde. Pra ke një protokoll, një ligj. Ke një protokoll, ke një ligj të cilën ti do duhet ta zbatosh. Ti nuk ke as edhe një lloj arsye që në një tenderim ku marrin pjesë 5 operator ekonomik, ti të japësh atij që ka vlerë më të madhe. Ti jepi atij që ka dëmin ekonomik më të ulët, më të vogël. Ja nuk e shkele ligjin ti. Pra kjo nuk ekziston fare, ç'a thot ky i gjati. Ky pallosh i gjatë sipas Belindës. Nuk ekziston. Në qoftë se këta janë tmerruar nga Spaku, kjo është lajm shumë i mirë dhe tregon paaftësinë e tyre për të firmosur dokumentat. Ke një administrat totalisht të korruptuar dhe të paaftë. Dhe ti e ke tjetër. Se ti ke 13 vjet në pushtet. Dhe aq më tepër që s'di të bëjë tendera për letrat higjienike. Unë kujtoj, është shumë e rëndësishme për letrat higjienike, sidomos për letrat higjienike. Sidomos ato që janë dopjo letër. Dopjo letër. Dhe se imagjino të bllokohet, se këta dhe nuk jetin dhe në kosh. Imagjino pak. Rrim ke tenderat më serioz. Okej. Unë kujtoj në 2010, sepse kjo tenderimet, le të themi me online, kanë filluar që në 2007-2008. Pra, që ta kuptojnë shqiptarët, tenderimin Agjencinë e Prokurimit Publik e ka ndërtuar Partia Demokratike. E ka ndërtuar ky Saliu. Ky e ndërtoi. Dhe këto tenderime, domethënë konkurrencën në aparatet publike, e ka shpiku, nuk po them e shpiku, po e ka ndërtuar asë kohë qeveria e zotit Berisha. Dhe unë kujtoj që në 2010 kur bëheshin, le të themi, buxheti i vitit, Berisha asë kohë deklaron të thoshte, për shkak të tenderimeve, buxheti i Republikës Shqipërisë ka fituar 18 milion euro asë kohë, sepse përplaseshin kompanit me njëra tjetrën dhe e fitonte çmimi më i ulët. Dhe fondi limit binte. E qartë. Ngeleshin më shumë lek në buxhet. Ngeleshin më shumë lek në buxhet, 18 milion. Sigurisht në 2010 18 milion euro ishin goxha. Tani këta i kanë kafe. Tani kur erdhën këta ustallarët në 2013-2014 e këtej nuk ka bërë vaki kur më. Na vermoshin Konispol që të bëhet një tender edhe për letër higjienike Karanxha, dhe këta të mos e marrin në fondi limit 98-99%. Se nuk ka mundësi tjetër që kur ti kontrollon buletimin e APP-s, i shef 98% të tender me flamur të kuq. Pra, o të marrë në kokë, ose me një ofertë të vetme. Ose konkurimi vetëm, se ka dhe konkurime të vetme. Dhe pyetja që unë ngre është, po mima, pse nuk ndodhte më përpara kjo? Po ndodh tani. Bile këtu është pik 5D-ja, po e bëj vetë tenderin dhe e marrë 100% vetë, o burë. Më që s'kishte ndodhur as kjo, mrekulli e Zotit. Dhe prap t'i rikthehem, këto të 5D-s, sot janë në Maldive, për shkak të Spakut. Janë në Maldive ato, janë për kokër të qefit. Shka administrata pra që të Rama është tmerruar? Tmerruar, pra, është i tmerruar ky, ore. A kur ikën Maldive pasi ke marri tender? Tha një gjë të bukur ki. Saj që i fletë, më thonë, unë nga vnjemë, përse. I binin qatha Milinda Gaçanajta, ajo jeton akoma me qira. Pa u thara akoma fjalia, del një shtëpi, një vil, jo shtëpi, vila, sot mund të kushtoj 5 milion euro, por i vllai i Milinda Gaçanajta kishte bler 500.000 euro. Tani unë s'po merrem fare, a është e Milindës, a është vllajt. I vllajt na deklaroi se ku i ka gjetë 500.000 euro që për atë vilën. A nuk e dim çfarë punë bën, unë realisht nuk i hyj kësaj pjese. Po mirë, pra dhe unë këtë po flas për unë, nuk po merrem me Milindën, unë po merrem me këtë që thot ky ore. Mua nuk më intereson fare ata që janë poshtë këtia. Mua më intereson ky zotëria, ky që mbron, se është një gjë të mundë të jesh pjesë le të themi e gjës dhe një gjë ta mbrosh me istikam siç e mbron ky. Dhe ta mbrosh me istikam do të thotë që ti je i përzier aq keq sa që je i detyruar tani ta mbrosh atë gjë. Mirë, thank you, të lutem regjia. Më kalo pak me sinkronin 2 të kryeministit dhe do rikthehem te Nardi se është fikse njëta logjik, po ta dëgjojmë atë çfarë thotë Rama dhe nuk do ta ndërpres fjalën. Rikthehem direkt te ky Nardi. Prandaj duhen marrë në konsiderat nga të gjithë sa nuk e kanë prekur palcën e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit,
siç ka ndodhur gjetk, kur antikorrupsioni është bërë një kur më e dëmshme se sa vetë smundja e korrupsionit. Dhe ka mira, në mos miliona, po mira, studime, libra, doktoratura për këtë temë. Mirë, kjo ishte deklarata e kryeministrit Nart. Besoj që është e njëjta logjikë. Domethënë po thotë që kjo reformë drejtësi, ndoshta drejtësia e Spaku dhe GJK-sa pa vajtur tek palca e shtetit, tek ekonomia, tek situata sociale. Antikorrupsioni është bërë një kur më e keqe se vetë korrupsioni. Unë vetëm një fjali. Çfarë do të thotë kjo? Unë mjafton vetëm një fjali për ta hedhur poshtë këtë që thotë ky që s'merr vesh fare ky piktori, që s'merr vesh fare nga ekonomia zero. Se pak më përpara nxorë këtë reagimin e zënjës Balluku, lidhje me atë libra shprehjes. Po, s'ka lidhje fare me investimin në rrita, është zero. Kjo ka shumë drejtë. Nuk është çështja libra shprehjes aty më. Aty është çështja qafan, tushemisht, kapshtic. 3 dogana, një korridoritet i lidhur direkt me portin e Durrësit. E di se në bazë të përllogaritë të Konfindustrias shqiptare. S'merrem me llogaritë këtij, ky thash piktor. I jepin i lapës ato ta vizatonaj. Dhe ato zgarravina ditë bëj, se s'di të bëj gjë tjetër. Ka disa vite kryeministri, por ore, me këtë populla edhe me Sali Berishën përballë ai rridhe 300 vjet kryeministër, por kjo është mohabet tjetër. Okej. Te ai populli për cilin ne po flasim, te ai libra shprehjes, ky zotëria ka marrë 81% të votave, në 100 vota 81 ka marrë ky. Mirë, do thotë se Raura si ka shërbyer përpara kur Po, domethënë ata kanë qenë zakonisht shumë mirë më përpara dhe tani rrugët nuk prishen. Pa e interesit kokës e pur. Ata donë me arkivor 4 ditë përpara zgjedhjeve në otolisht vjet, edhe pastaj i dhanë 82% votave. Në otolisht aty. Sa kalon? Sa otolishti vjen direkt pas kësaja që është prishur rruga. Janë të bllokuar sot. Janë të bllokuar ata sot. Okej. Ata e meritojnë të rrinë të bllokuar edhe një herë derisa të kthehej edhe një Skënderbeu. Nart mirë që kjo s'ndodhi në fushatën e 2020. Po lemo tani. Tani ajo që duhet ato se ti ngacmon prapë, s'do të zgjidh shifrën unë. E përllogaritur është 1.2 miliard dollar dëmi ekonomik i shkaktuar këtij vendi vetëm për bllokimin e kësaj rruge në një muaj. 1.2 miliard. Sepse aty nuk është ekonomia shqiptare, ti mos kujto se xhirohet ekonomia shqiptare aty. Aty xhiron ekonomia e Europës, se vinë, shkojnë në Durrës, nga Durrësi ikin trailet, kontenierët ikin në vendet e tjera të Komitetit të Bashkimit Evropian. Dhe ky zotëria thotë, nuk ka ndodhur në gjë aty, thotë. Po normal për ata katunarët e Dragostunjës dhe të Otolisht s'ka ndodhur gjë më burr. Nuk është problemi atyre, më, jo. Ata prapë ty do të votojnë. Kishte shkuar Taulanti sot aty. Se po i dishe shpirti Taulantit. Taulanti përpara një 15 vite shkonte aty dhe thoshte, "Shifjo si është prishur kjo rruga, tani duhet isha aty unë ti thosha Taulantit, o Taulant, po tani mër Taulant që s'kalon dot, sa ajo rruga e Saliut paktën ishte e prishur, po kaloje." E qartë, antikorrupsioni më i dëmshëm se sa korrupsioni shkurtimisht kaloi te Karranxha, se ndetëm gjatë. Doktoratura, studime, ai nuk e ka kuptuar fare se çfarë do të thotë. Sinqerisht po ta them pra Spaku dhe GJK-ja po dëmtojnë, le të themi, ë. Po nuk e ka kuptuar, pra ai nuk e ka kuptuar dhe çfarë thotë. Ka antikorrupsioni më i dëmshëm se korrupsioni. Antikorrupsioni referohet drejtësisë re, këtu kam përshtypjen. Po kush e ka bërë drejtësinë e re? Po mirë, këtë po thotë që unë s'dua ta pranoj që është dështim, tha, dhe pse më kanë thënë shokët e partisë, ta mos ta pranoj, nuk dua ta pranoj. Që mund të jetë dështim. O zotri, drejtësia e re është kryekput e dështuar. Po mos u merremi me këtë tani. Tani është karma is a bitch, tha. Tani ky karmën e morën veç biçin le ta gjejnë. Okej. Antikorrupsioni më i dëmshëm kur më e dëmshëm se sa vetë korrupsioni. Unë mendoj në kuptim më të gjerë nuk mund ta them vetëm me Spakun dhe GJK-n, por ka edhe struktura pranë qeverisë që janë antikorrupsion dhe janë më keq se korrupsioni. Drejtoria antikorrupsionit në kryeministri ka mbështytur në drejtori e tillë. Ke drejtori tjera, ke shumë për shkakun që i shkojnë edhe hyn tatimorët që hyn me forcë nëpër ambiente. Ti ke pa, që janë shumë me antikorrupsion, unë do ta shoh më gjerë. Pra janë struktura për të luftuar korrupsionin, ndërkohë që janë vetë rrisin barrën e njerëzve. Që kur vinë pushimet në kohë plazhe që hynë për hotelet që kontrollojnë pushuesit kanë hy apo jo dhe rrinë roja aty. Pra këta nuk duhet pa vetëm të Spaku dhe të GJK-ja, por duhet pa janë shumë struktura parazite, të cilët janë vetëm për me lodh popullin shqiptar dhe të bëjnë shqiptarët e tij, dhe janë struktura pranë ekzekutivit.
qoftë tentative që i shkojnë njerëzve te kontrolli. Janë struktura që i shkojnë njerëzve, jo ka shumë drejt, janë struktura që i shkojnë njerëzve te ndërtimet pa leje që ka ecë çerek metri, që shumë bukur mund digjet në mënyrë administrative. Ke rastet që fillojnë plazhet që zihen për each other. Pra janë shumë struktura të cilët lodhin dhe mendoj që duhet të thjeshtohen.